Përshëndetje, në dinamikën e sotme të punës, roli i menaxherit po kalon një transformim rrënjësor në fakt. Sot do të zbërthejmë pikërisht këtë kalim nga ai shefi tradicional që thjesht i jep urdhra tek lideri modern që frymëzon, që motivon ekipin e tij. Le të zbulojmë bashk parimet e liderit të ri. Kjo është pyetja që mundon kaq shumë kompani. Pse një ekip i mbushur me njerëz të talentuar shpeshherë nuk arrin rezultatet që priten? Përgjigja, çuditërisht, rrallëherë gjendet te tregu apo te konkurenca. Përgjigja, më shpesh nga që mendojmë, qëndron te leadershipi. Po, pikërisht te mënyra se si udhëhiqet ekipi. Le t'i hyjmë më thellë kësaj çështjeje. Mirë, para se të ndërtojmë diçka të suksesshme, duhet të kuptojmë pse diçka të shton. Pra, cili është shkaku rrënjësor kur gjërat thjesht nuk ecin, e po gjithçka nis nga stili i menaxhimit. Këtu kemi një të vërtet që shpesh anashkalohet. Shumë kompani ngecin në vend jo për shkak të presioneve nga jashtë, por për shkak të problemeve të brendshme, të dinamikës mes njerëzve, psikologjia e grupit, mënyra si ndërveprojnë. Këtu qëndron sfida e vërtet. Pa një leadership të shëndosh, energjia e një ekipi thjesht avullon. Dhe këtu e shohim fare qartë kontrastin mes dy modeleve. Nga njëra anë kemi generalin. Ai jep urdhra, kontrollon çdo lëvizje dhe shpesh përdor frikën si mjet. Rezultati? Produktivitet minimal, sa për të kaluar radhën. Nga ana tjetër, kemi liderin e ri. Ky nuk është general, ky është trajner, një mentor. Fokusi i tij nuk është te kontrolli, por te rritja e njerëzve. Suksesi i tij nuk matet me punën e tij, por me suksesin e ekipit. Demotivimin duhet ta imagjinojmë si një virus. Po, një virus ngjitës. Nuk është thjesht një ditë e keqe. Ai përhapet në heshtje nga njëri person te tjetri dhe dal nga dal shkatron potencialin e gjithë grupit. Detyra kryesore e një lideri të ri është ta dallojë dhe ta çrënjosë këtë virus para se të infektojë të gjithë organizatën. Pra si e dallojmë këtë virus? Cilat janë simptomat? Ja ku i kemi 3 shkaqet kryesore të demotivimit. Dhe vini re diçka thelbësore, paga nuk është në krye të listës. E para, mungesa e një qëllimi, e një pseje të qartë. E dyta, ndjesia se nuk ke mjetet apo aftësitë e duhura. Dhe e treta, ndoshta më e rëndësishmja, ndjesia se puna jote nuk vlerësohet emocionalisht. Këta janë vrasit e vërtet të motivimit. Mirë, tani që e diagnostikuam problemin, le të kalojmë te zgjidhja, te kura. Cili është sekreti vërtet për të ndezur një motivim që jo vetëm shfaqet, por edhe qëndron? Kjo ndarje është absolutisht thelbësore. Motivimi i jashtëm, pra paga, bonuset, sigurisht që ka rëndësinë e tij, por efekti është afatshkurtër. Është si një dozë sheqeri, t'i jep një shtysë të përkohshme. Burimi i vërtet, i pashtershëm i energjisë, është motivimi i brendshëm, ndjesia e arritjes, rritja personale, sfida dhe ndjenja se je pjesë e diçkaje më të madhe. Detyra e liderit është të ushqejë pikërisht këtë lloj motivimi. Kjo fjali e përmbledh në mënyrë perfekte, detyra më kritike e një lideri është të transferojë energji. Dhe si e bën këtë? Duke ndërtuar një vizion të fuqishëm, një vizion që e lidh punën e përditshme, shpesh rutinë, me një qëllim më të madh, me një impakt. Kur njerëzit e kuptojnë psen e asaj që bëjnë, ata gjejnë energji të pafundme për të realizuar sin. Në rregull, mjaft me teori. Le të bëmi pak më praktik. Si e përkthen një lider këtë filozofi në veprime konkrete të përditshme? Cilat janë mjetet në kutinë e tij të veglave për të ndërtuar një ekip vërtet të motivuar? Këtu kemi 3 strategji kyçe. E para, delegimi i duhur. Kjo s'do të thotë ti kalosh dikujt një detyrë që s'do ta bësh vetë. Do të thotë tu japësh njerëzve përgjegjësi që i ndihmojnë të rriten. E dyta, komunikimi cilësor dhe i vazhdueshëm. Jo një herë në vit, por çdo ditë. Dhe e treta, krijimi i lojës. Kjo do të thotë ta strukturoni punën me objektiva të vogël e të arritshëm, në mënyrë që ekipi të ndiejë vazhdimisht shijen e fitores. Kjo ndërton vrull dhe vetbesim. Deri tani folëm për atë çfarë duhet të bëjë një lider. Tani do të fokusohemi te diçka edhe më e thellë, kush duhet të jetë ai si njeri. Sepse në fund të ditës, leadershipi efektiv buron nga karakteri dhe nga filozofia e brendshme. Këto janë shtyllat e karakterit. Së pari, një lider nuk mund të motivojë të tjerët nëse nuk është vetë i motivuar. Nuk mund të japësh të tjerëve diçka që nuk e ke vetë. Së dyti, duhet të jetë proaktiv, të kërkojë zgjidhje jo fajtor. Dhe mbi gjitha, duhet të ketë aftësinë të kuptojë të tjerët, të ndërtojë marrëdhënie të vërteta dhe të forta. Dhe ja ku vjen ndoshta mesazhi më i rëndësishëm, më fuqizues i gjithë kësaj analize. Leadershipi nuk është një dhunti e lindur, nuk është e rezervuar për disa të zgjedhur, është një aftësi që mësohet, që zhvillohet dhe që përsoset përmes praktikës së vazhdueshme. Absolutisht çdo kush
mund të bëhet një lider më i mirë. E gjithë kjo strukturë që diskutuam mbështetet mbi një themel të vetëm, integritetin. Pa të, asgjë tjetër nuk funksionon. Një lider që e mban fjalën dhe veprimet e të cilit pasqyrojnë fjalët e tij, ndërton besim. Dhe besimi është monedha më e çmuar në një ekip. Aty ku ka besim, ekipi lulëzon. Kjo fjali në fakt e përmbledh të gjithë filozofinë e liderit të ri. Suksesi nuk është më individual, ai ripërcaktohet. Tani, suksesi është aftësia për të rritur performancën dhe për të zhbllokuar potencialin e njerëzve me të cilët punon. Qëllimi final është të krijosh një ekip fitues që funksionon në mënyrë perfekte edhe kur ti nuk je aty. Dhe po e mbyllen me këtë pyetje për reflektim. Tani që e pam këtë model të ri, cilat janë ato pengesa reale në mjediset tona të punës që e bëjnë kaq të vështirë lindjen dhe zhvillimin e këtij lloji lideri? Kjo është një pyetje që ja vlen ta mbajmë me vete. Faleminderit.